Zonja dhe zotrinj, të dashur mysafir, të nderuar teleshikues që po na ndiqni nëpërmjet ekranit të Radio Televizionit Publik të Kosovës, mirë se erdhët në simpoziumin e tretë ndërkombëtar të organizuar nga Unioni i Shkrimtarëve dhe Kritikëve Shqiptar. Më lejoni që përmes duartrokitjeve tuaja, të zjarrta natyrisht, të ftoj përpara jush nderin e kombit Adem Demaçi. Sashtja nisi sot një këngë, por nuk di nga t'ja filloj Se nga mali m'digjet zemra, fjallë të zemrës ju kërkoj Vjen sharkia e do të mblasi, se çdo trim ashtyll trimnie, o qaj burr Adem Demaçi, qen kamal me palc Shqipnie Vjen sharkia e do të mblasi, se qaj trim ashtyll trimnie, o qaj burr Adem Demaçi, qen kamal me palc Shqipnie Bon nga hajreta Adem Demaçi, se për ne do t'jesh pishtar, pasha besën zot e vrasin, as kërkush Kosovën mbarohej. Se nuk shteret ujt e drinit, nuk avroje Qiqavica, Kosovari ku po t'lindi, sot un jam Azem Galica Ti që mbetesh kem dërmale, e susose 30 vjeto Për Kosovrin e fale, e lirin le amaneto More formën e flamurit, Yri rall në qielin ton, syrin brush e zemër guri, e thot bir nana Kosovë Vjen sharkia e do të mplasi, se çdo trim asht yll trimnie, o qaj burr Adem Demaçi, qen kamal me palc Shqipnie Van gajret Adem Demaçi, se për ne do t'jesh pishtar, pasha besën s'mund të vrasin, as kërkush Kosovën Se nuk shteret ujt e drinit, nuk rafshohet Qiqavica, Kosovari ku do t'lindi, thot un jam Azem Galica Se nuk shteret ujt e drinit, nuk rafshohet Qiqavica, Kosovari ku do t'lindi, thot un jam Azem Galica Dëgjuat këngën Thash t'ja nisi tash një këngë, kushtuar nderit të kombit, simbolit të rezistencës kombëtare dhe fituesit të çmimit Saharov, Bac Adem Demaçit, të cilën në mënyrë të mrekullueshme e ka interpretuar Denik Prizreni për cjellur në piano nga Ylber Aslanaj.
Të nderuar shikues, gjithë ju që po na ndiqni nëpërmes ekranit të radio televizionit publik të Kosovës, por dhe ju shikues brenda në sallë, ju falenderoj nga zemra që sot keni ndarë kohën tuaj të çmuar për ta përcjellë këtë ngjarje kulturore të veçantë, të organizuar nga Unioni i Shkrimtarëve dhe i Kritikëve Shqiptar. Kjo ngjarje është e rëndësishme sot për dy arsye. E para se pas 6 muajsh që vuante nga një smundje, sot para nesh dhe me ne është nderi i kombit Adem Demaçi. Dhe arsyeja e dytë është se sot për ta respektuar dhe nderuar figurën e Bacës Adem, fituesin e çmimit Sarov, Enkas kanë ardhur intelektual, kritik të njohur nga Anglia, Rusia, Spanja, Greqia, Franca, që po ashtu natyrisht meritojnë një duartërkitje tuaj. Në mesin tonë dhe Enkas për këtë ngjarje kulturore, e kemi atë që Kosovës i doli zot në ditët më të vështira. Luftëtarin e lirisë në ditët e luftës dhe diplomatin e kohës së pas luftës, zotëri Kadri Veselin, që aktualisht është kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës. Në këtë organizim kulturor, si gjithnjë dhe kësaj here, do të jetë krah për krah me Bacën Adem, akademiku i shquar shqiptar, profesor Recep Qosja. I cili jo vetëm me veprat e tij, por edhe me publicistikën e tij të mpret, nuk do t'i lejoj të bie në gjumë dhe të gabojnë ata cilët rastësisht ose qëllimisht të rrshqasin nga rruga e drejtë kombëtare. Faleminderit profesor. Më lejoni tani të ftoj përpara jush kryetarin e Unionit Shkrimtarëve dhe Kritikëve Shqiptar, zotëri Reshat Sahitaj, i cili për një kohë të gjatë ishte urlidhse e të gjitha personaliteteve politike dhe kulturore të Kosovës me personalitetet e njohura të Parlamentit Evropian, NATO-s dhe i qeverisë belge, e veçmas ishte edhe shoqërues i Bac Adem Demaçit. Urdhroni zoti Fritaj. Të nderuar shkrimtar, poet, studios, kritik dhe pjesëmarrës të tjerë në simpoziumin e tretë ndërkombëtar. Chers poètes, écrivains, critiques et participants du 3e colloque international, nous vous remercions chaleureusement pour votre contribution à la culture. Ju falenderojmë të gjithë për kontributin tuaj dhënë sesionit shkencor, lufta dhe paqja në letërsi, Adem Demaçi mes luftës dhe paqes. Le thème traité durant ce colloque sera la guerre et la paix dans la littérature. Gjatë historisë së popujt kudo në botë janë përballur me luftra të shumta, të cilët kanë shkatruar popuj, shtete dhe perandori, por që njëkohësisht kanë ndërtuar shtete dhe perandori të reja. Au cours de l'histoire, le monde a été confronté à de nombreuses guerres qui ont détruit des peuples, des États entiers pour réformer des nouveaux États et des nouveaux empires. Disa popuj, sikur është edhe populli shqiptar, kanë luftuar për të çliruar, prandaj kanë bërë betejë të njëpasnjëshme me qindra vjet kundër perandorisë turke, perandorisë sërbe të Jugosllavisë, deri para një dekade kur mendimin e NATO-s dhe të ushtrisë shërimtare ne dhe fëmijët tanë arritëm ta gëzojmë lirinë. Des peuples ont dû faire la guerre afin de se défendre. C'est notamment le cas du peuple albanais qui a dû se battre pendant 500 ans contre l'Empire ottoman et plus de 100 ans contre les Serbes. Au final, grâce à l'OTAN et de notre armée, nos enfants vivent enfin en paix. Lufta shkatron familjet, të cilat dhëmbjet i përjetojnë rënd, mirë po, ferrin e luftës më së miri e përshkruajnë krijuesit, shkrimtarët, poetët, piktorët, skenaristët, këngëtarët e tjerë, sepse krijuesit janë engjëj që dhëmbjet e popujt e tyre t'i përjetojnë si dhëmbje shpirtërore, personale të çdo artisti. Les guerres détruisent des familles entières et les blessures sont très lourdes. Ces douleurs peuvent être exprimées de différentes manières. Cependant, elles sont souvent très bien décrites à travers les œuvres des écrivains, des poètes, scénaristes, chanteurs, peintres, puisque les artistes ont cette force d'empathie qui leur fait ressentir les blessures de leur peuple au plus profond de leur être. Krijuesit janë elita më humaniste e njerëzimit që me artin e tyre kultivojnë paqen e jo urrëtitjen.
Të nderuar kryus, shqiptarë dhe vendeve të tjera evropiane, kemi nderin që në emër të Unionit të Shkrimtarëve dhe Kritikëve Shqiptar t'ju dëshirojmë mirëseardhje në Kosovë në shtetin më të ri të botës. Par leurs œuvres, les artistes forment l'élite la plus humaniste de ce monde, en cherchant à cultiver la paix et non la haine. Chère communauté artistique, on a l'immense honneur de vous souhaiter la bienvenue au Kosovo, le plus jeune État du monde. Me që kemi dhe mysafir të huaj, kryesisht nga bota frankofone, atëherë falenderoj zonjushën Alma që përktheu fjalimin e zotit Sahitaj. Tani kam nderin të ftoj përpara jush kryetarin e Kuvendit të Kosovës, zotri Kadri Veselaj, për fjalën e tij të rastit, sigurisht mbi figurën e krenarisë kombëtare Adem Demaçi. Urdhëroni zoti Veseli. Audiencë akademike, musafir nderuar pasi kanë ardhur shumë, akademikë nderuar e shat, panderit shumë. Baca Adem, me emrin tënd jemi rrit, me emrin tënd jemi frymëzu, me emrin tënd e kemi krijuar ushtrinë qytetarë të Kosovës, me emrin tënd ne jemi shumë krenar për ty. Ndoshta radhë ndodhe në botën humane njerëz që janë gjallë e mi u paq aq shumë borç toka e tyre edhe njerëz të tyre. S'kam shumë fjalë, faleminderit. Faleminderit shumë zotri Veseli. Zonja dhe zotrinj, më lejoni tani të ftoj përpara jush kolosin e letrave shqipe, kritikun, publicistin, dramaturgun, akademik Recep Qosja. Ju përshëndes të gjithëve. Kam kënaqësi që me rastin e këtij nderimi që po i bëhet sot Adem Demaçit, të them disa fjalë për jetën dhe për veprën e tij. Brezim ka pasur fat jashtëzakonshëm, që prej natyrës të jetë i dhuruar me një vetje siç është Adem Demaçi. E thash brezim, e do duhet të thosha se Kosova, në të vërtet populli shqiptar në përgjithësi, ka pasur fat të madh që ka rritur një personalitet siç është Adem Demaçi. Mund të thuhet kështu, sepse Adem Demaçi është autoritet i madh, i pakrahasuar me asnjë tjetër në Kosovë para tij dhe të kohës së tij, autoritet politik, kulturor dhe moral njëkohësisht. Dhe ky autoritet me kohë është bërë autoritet gjithkombëtar dhe është bërë autoritet i tillë sepse është ndërtuar mbi përkushtimet e tij jo ndaj një, por ndaj disa veprimtarive kombëtare, ndaj krimtarisë letrare, ndaj publicistikës dhe sidomos ndaj veprimtarisë politike. Shikimet e tij dhe shpjegimet e tij për fatin historik, politik, shoqëror, kombëtar të Kosovës dhe të gjithë shqiptarëve, s'do të shprehen me menjënësi mendore ndjenjore, por me mospajtim të theksuar me gjendjen e përtashme dhe me padrejtësitë historike që u janë bërë atyre, me mospajtim me pasojat që populli shqiptar ka përjetuar për shkak të atyre padrejtësive të kryehershme, me mospajtim që do të frymëzojë vetdijen e re të rinisë sonë. Me këto shikime dhe shpjegime, ai do të bëhet shqiptuesi i madh i
më i madhi në historinë shqiptare të Kosovës i mendimit të guximshëm, të drejtë, të ndershëm, të pa kompromis, i mendimit çlirimtar shqiptar. Me këto shikime dhe shpjegime, ai do të bëhet njëkohësisht shqiptuesi i madh i lirisë Kosovës dhe projektuesi i parë i pavarësisë së saj, i Kosovës shtet i lirë dhe i pavarur. E gjithë kjo veprimtari e gjithonshme artistike, shoqërore dhe politike, që është plotësisht mos pajtuese me politikën zyrtare kosovare, serbe dhe jugoslave, dëshmon qartë se Adem Demaçi ja kishte kushtuar jetën lirisë dhe pavarësisë së saj, pra të Kosovës. 28 vjet burgje janë dëshmia më e shumë kuptimshme e këtij flerijimi madhështor advetar. Por si do t'i përgjigjet Kosova kësaj gatishmërie flijuese të Adem Demaçit? Si do t'i përgjigjet? Si do t'i përgjigjen të gjitha udhëheqjet politike shqiptare të Kosovës kësaj gatishmërie flijuese të Adem Demaçit? Në kohën e ish Jugosllavisë komuniste, këto udhëheqje do t'i përgjigjen duke ju bashkuar, dua të besoj më shumë detyrueshëm se vullnetshëm, udhëheqjeve serbe dhe jugoslave në burgosjet e gjykimet e tij 3 herë për veprimtari të quajtur ata që e quanin armiqësore që do t'ia shqiptojnë rreth 28 vjet burgje. Më vonë, në kohën e veprimtarisë së një vargu parti shqiptare në Kosovë, prej fillimit të vitit 1990 e deri në vitin e çlirimit të Kosovës prej pushtimit të Serbisë, udhëheqjet partijake të këtyre partive, që po bënin të ashtu quajturën politikë paqësore, do t'i përgjigjen me drojë të madhe prej autoritetit të Adem Demaçit, me shkrime në gazetat e kontrolluara prej tyre dhe me propagandë gojore të palejueshme kundër tij, me çka synohej zhvlerësimi i autoritetit dhe pengimi i ngritjes së tij politike në atë kohë. Po të lexohen sot gjitha ata artikuj që në gazeta janë botuar kundër tij, do të mund të bindemi se sa e pa skrupuj ishte droja prej mundësisë që Adem Demaçi të ngritej në rolin që në sytë e popullit në të vërtetë kishte, në rolin e prisit lëvizjes për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. E sot, pas luftës çlirimtare, pas së ndërtimit të idealit të lirisë dhe të pavarësisë Kosovës, për të cilin ai kishte bërë larg më shumë, jo vetëm se një grup individësh, por edhe më shumë se disa parti së bashku, që e vallëzonin vallën e paqes nën pushtim, si do ta trajtojnë pra këto udhëheqje Adem Demaçin, si do ta trajtojnë pra gjitha udhëheqjet politike të shtetit Kosovës për 16 vjet me radhë. Kryetari i lavdishëm amerikan John Kennedy ka thënë, mos pyet çka ka bërë dheu yt për ty, por pyet çka ke bërë ti për atë. Ky mendim, aq shumë i cituar prej politikanëve intelektualëve të ndryshëm në botë, në të vërtetë është një ndryshim i kuptimit mendimit të njohur të poetit madh italian Dante Alighieri, i cili mbas syrgjynosjes prej vendit vet prej Firencës kishte thënë: nuk kam vetëm unë obligim ndaj dheut, por edhe dheu ka obligim ndaj meje. Është thënë se Adem Demaçi, si askush tjetër në historinë shqiptare, i ka kryer, pra si askush tjetër, i ka kryer obligimet advetare ndaj Kosovës. Por ende s'është thënë si i ka kryer, dhe i ka kryer deri sot obligimet e saj ndaj tij Kosova shtet, pra Kosova shtet. Do të përgjigjemi ndershëm e drejt në këtë pyetje, nëse fatin e Adem Demaçit pas lirimit prej burgjeve e krahasojmë me fatin e Nelson Mandelës pas lirimit të tij prej burgjeve të Republikës Afrikës Jugore. Mbas lirimit prej burgut, jo vetëm bashkëmendimtarët, por edhe kundërshtarët politik do ta shpërblejnë
Nelson Mandelën me nderime të pamatshme. Do t'i caktojnë këshilltar, do t'i caktojnë shpura, do t'i caktojnë privilegje të ndryshme politike, shoqërore, kulturore. Do t'a bëjnë protagonistë të ndryshme, do t'i caktojnë privilegje të ndryshme, e thash, do t'a bëjnë protagoniste në shumë institucione shoqërore, kulturore e shkencore. Dhe në fund, do t'a bëjnë kryetar shumë vjeçar të Republikës Jug-Afrikane. Me ato nderimet shumëta të ndryshme, Jug-Afrikanët i bën 27 vjetët burgje për mbajtje të jashtëzakonshme politike për ngritjen e Nelson Mandelës në autoritet jo vetëm shtetëror, por në autoritet botëror, politik, shoqëror e moral. Jug-Afrikanët pra e bën Mandelën autoritet botëror dhe këtë e dinë të gjithë. E ne, çka bëhem ne si shtet për 28 vjetë burgjet Adem Demaçit? Asnjë prej këtyre nderimeve politikisht largëheqëse që ju bën Nelson Mandelës Jug-Afrikanët, nuk ju bën Mandelës kosovar Adem Demaçit. As 16 vjet pas çlirimit çmimi shtetëror i Kosovës për krijimtari mendore, e Adem Demaçi ka një vëllim dukshëm të madh të krijimtarisë mendore, që është dhënë shumë kujt, pra ky shpërblim. Kujt e meriton dhe kujt se meriton. Nuk ju dha Adem Demaçit. Dhe sugjet medje dhe sugjet institucion shtetëror për t'i thënë Ministrisë së Kulturës, kësaj filiale një partijake, se ashtu s'bën, dhe ashtu si për taj shpërblim. As 16 vjet pas çlirimit të Kosovës, Akademia e Shkencave dhe Arteve Kosovës, antarë të së cilës janë bërë edhe njerëz, pa ndonjë rëndësi politike, shkencore, artistike, për Kosovën nuk e nderoi veten e saj, duke e pranuar Adem Demaçin antar të saj. Dhe sugjet institucion shtetëror, dhe sugjet medje t'i thot udhëheqjes së saj grupore, 20 e sa vjeçaret, pa ndërprerje. E keni bërë akademinë shtëpi private një partijake, dhe keni cënuar rend interesat shkencore, letrare, artistike, kulturore të Kosovës, duke mbushur atë akademi edhe me mediokritete partijake. As gjatë 16 vjetëve të Kosovës së çliruar, Adem Demaçi nuk e bën as deputet përjetshëm, pra deputet përjetshëm, si që i bëjnë disa shtete me përvoja politike me tradita, disa autoritetet të mëdha kombëtare të tyre. Nuk e bën as deputet 4 vjeçar, as kryetar të Kuvendit të Kosovës, as kryeministër të Kosovës, as kryetar të Kosovës. U bën deputet, kryetar të Kuvendit, kryeministra, kryetar të Kosovës, edhe njerëz që si kanë dhuruar as një pikë dijes lirisë Kosovës, edhe njerëz që si kanë kushtuar as një orë, as një fjali pavarësisë Kosovës. Por su bën Adem Demaçi, që ja ka kushtuar 28 vjetë burgje e mandej gjithë jetën tjetër. U bën kryetar të Kosovës persona që me asgjë, me asnjë merit, e virtyt veçantë politik, s'mund ta përfaqësojnë si duhet Kosovën, por su bën Adem Demaçi. Pse në Kosovë, për hir të nderimit të saj në botë, pra për Kosovën, jo për Adem Demaçi, nuk u bën institucion shtetëror lavdia politike, morale, çlirimtare e 20 vjetëve burgjet Adem Demaçit. Pse se shquam legitimitetin dhe etikën e Kosovës shtet, edhe me një jetëshkrim shumë domethënës, edhe me 28 vjetë burgje të Adem Demaçit. Dhe ashtu këto 28 vjetë. S'do t'i bënim vepër vetëm të Adem Demaçit, po do t'i bënim vepër të Kosovës shtet dhe gjithë shqiptarëve të Kosovës. Nuk ka dyshim
se sjelljen e këtill ndaj Adem Demaçit e bën, pra një sjellje të këtill, siç u tha, e bën arrivistët e pushtretshëm. Arrivistët ose karrieristët. Ata që Adem Demaçin e xhelozuan. Dhe e xhelozuan për shkak të gjitha atyre meritave historike që ka ai për Kosovën dhe për popullin shqiptar përgjithësi. Për shkak të autoritetit madhor me cilin ai në pozitë të lartë shtetërore, do t'i bënte gati të padukshëm gjithë të tjerët në pozita shtetërore, në autoritetin e vet, në ato 20 burgje. Do më thënë, për shkak se ashtu do t'i friksonte madhështia e tij. Por jo vetëm kaq. Sjelljet e këtilla përjashtuese ndaj Adem Demaçit i nxiti shumë edhe droja prej etikës së tij politike, me cilën ai do të bëhej pengesë për privilegjet, për korrupsionin, për zhvatjet, për grabitjet, për pasurimin e lehtë, të shpejtë, të kundërligjshëm. I nxiti pra droja prej etikës së tij politike, me cilën ai do të bëhej pengesë që institucionet shtetërore të Kosovës, që administrata e Kosovës, që diplomacia e Kosovës, që demokracia e Kosovës, pra pengesë që këto institucionet të Kosovës të bëhen institucione, administratë, diplomaci, demokraci, përbërjen e cilave e përcaktojnë nepotizmi, miqësit, humbarit, pasurit, pazaret, që meritat dhe sakrificat për pavarësinë e Kosovës në njërin anë, kurse aftësitë për zhvillimin e saj të përgjithshëm dhe përfaqësimin e dinjitetshëm në botë në anën tjetër, po i bëjnë krejt të nënçmuara, apo madje pengesa politike për shumë kënë në Kosovë. Lejohem të them se emrat e këtyre që vepruan kështu, do të harrohen ditën kur do të mesin pa karrigët, për cilat kanë bërë shumë dhe vazhdojnë të bëjnë gjithçka shumë. Kurse emri Adem Demaçi, jetë shkrimi i tij, vepra jetësore dhe mendore e tij, do të jetë e përjetshme dhe përjetshëm do ta lëviz dhe do ta ndriçojë historinë e popullit shqiptar. Dhe kjo jetë e tij dhe kjo vepër e tij do ta kryejnë gjithmonshëm atë mision historik ndriçues dhe frymëzues në jetën tonë kombëtare, sepse në të ai përmblodhi parathënshëm mençurinë shekullore të popullit, që ishte mençuri së cilës i detyrohet krimi i shteteve të Evropës gjatë shekujve, dhe të cilën shumë ndikueshëm e shprehu njërin nga prisit e mëdhej dhe krijuesit e mëdhej të shtetit të Italisë, Giuseppe Mazzini, kur në fjalimin drejtuar rinisë italiane, për pos tjerash tha, besimi pa veprim është mashtrimi i Zotit dhe njerëzve, e veprimi është mësimi më i mirë që mund t'i jepet një popull. Këtë mësim e kemi marrë gjithë në kohën e dur dhe do ta marrim gjithmonë prej Adem Demaçit. Profesor, falenderit shumë për fjalimin përmbajtësor. Zonja dhe zotri, profesor doktor Daniel Lowers është emër i njohur tashmë për opinionin shqiptar, sepse zotri Daniel ka disa vite që rregullisht është pjesë e simpoziumit dhe takimeve të tjera letrare në Kosovë dhe në Francë, ku gjatë takimeve të tij kishte ftuar edhe poetët Ali Podrimja dhe Gali Xhafolli, që sot nuk janë mesin tonë. Letrën që zotri Daniel i dërgon zotri Demaçi do ta lexoj Theo Sons, sepse zoti Daniel për arsye subjektive nuk arriti sot jetë në këtë takim. Urdhroni zoti Sons. Donc ce n'est pas moi qui devais être là, mais le professeur Levers qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Donc je vais lire son discours pour l'occasion et pour l'hommage au grand écrivain Demaçi.
Il y a dans l'histoire quelques hommes rares qui surgissent pour défendre le plus grande cause. J'ai eu la chance de connaître un poète français exceptionnel, René Char, très doué et reconnu à 20 ans par des poètes comme André Breton et Paul Éluard. René Char aurait pu se contenter d'être un brillant représentant du mouvement surréaliste. Mais quand, dans les années 40, la France, mais aussi l'Europe et le monde, est menacée par la terreur nazie, Char abandonne le stylo pour le Colt. Il crée un groupe de maquisards et décide de risquer sa vie au détriment de son œuvre. Il n'écrit que quelques feuillets sur son action de maquisard et sait qu'ils pourront disparaître s'il est arrêté ou fusillé. Mais René Char a surtout conscience que les grandes causes sont celles avec lesquelles on se brûle en s'identifiant et que la lucidité est la blessure la plus rapprochée du soleil. Adem Demaci est incontestablement le porteur d'une grande cause qui débouchera sur l'indépendance de son pays si chèrement acquise. Le destin a voulu que le combat d'Adem Demaci pour la défense des droits élémentaires des Albanais au Kosovo se solde par 28 ans de prison. 28 années à se tenir debout, à incarner la résistance de l'esprit, mais sans jamais sacrifier à l'ingrédient mortifère de la haine vis-à-vis de l'envahisseur. 28 années de dignité avant qu'un peuple tout entier, grâce à lui, ne triomphe. Le Parlement européen, très lucide, a remis le prix Sakharov à Adem Demaci en 1991. Il succédait ainsi à des figures aussi éminentes et exemplaires que Nelson Mandela, Dubček et Aung Suu Kyi. Le prestigieux prix Sakharov cristallise le respect et l'admiration pour cet homme d'exception, à l'âme toute pacifique, mais à l'esprit épris de justice, cet homme qui est aussi créateur, un romancier. Adem Demaci a écrit, avant 5 ans, ce qu'on peut considérer comme le premier roman kosovar, Les serpents du sang. C'est là un beau titre. Oui, le sang qui serpente en nous court toujours le risque d'être contaminé par le poison du serpent. Et l'homme grand est justement celui qui évite cet écueil tragique et parvient, au prix du sacrifice de presque toute une vie, à maintenir très haut l'honneur d'être homme à part entière. René Char, j'y reviens, disait que le poète est un homme réfractaire aux combinaisons et que pour lui, les stratèges sont la plaie de ce monde et sa mauvaise haleine. Point de basse stratégie politicienne chez Adem Demaci, mais le désir de demeurer avec intransigeance sur une ligne lucide et éthique. Je remercie le romancier Richard Saitai de m'avoir fait rencontrer l'année dernière cet homme d'exception, et l'association internationale que je préside est heureuse de saluer Adem Demaci par la voix de la Russie avec Alla Polosina, de la Grande-Bretagne avec Hélène Stafford, de l'Espagne avec moi-même et de la France fortement représentée. Oui, nous vous tendons, cher Adem Demaci, la main chaleureuse et admirative de l'amitié. Faleminderit, më duhet domosdoshmërisht ta përkthej në gjuhën shqipe sepse është rëndësia e fjalimit shumë interesante. Në historinë e njerëzimit janë disa njerëz të rrallë, të cilët shpërthejnë për t'i mbrojtur çështjet e mëdha. Kam pasur fatin ta njoh një poet francez të jashtëzakonshëm, René Char. Ishte shumë i aftë sa që në moshën 20 vjeçare u bë i njohur nga poetët André Breton dhe Paul Éluard. René Char mund ishte shumë i kënaqur që në mënyrë brillante po e përfaqësonte lëvizjen surrealiste. Mirëpo, kur gjatë viteve 1940 Franca, po ashtu edhe Europa dhe bota, kërcënohej nga terrori nazist, René Char heq dorë nga lapsi për të kapur armët. Ai e krijoi një grup të rezistencës duke e rrezikuar jetën në dëm të veprës së tij. Gjatë kohës së luftës,
Ai nuk ishte shkruar më shumë se disa faqe sepse kishte frikë se po të kapej, do të zhdukej apo edhe të pushkatohej. René Char ishte i vetëdijshëm se çështjet mëdha janë ato për të cilat digjemi duke u identifikuar dhe që larg pamësia është plaga më e afërt me diellin. Adem Demaçi është bartë si një çështje të madhe kombëtare që kishte përfunduar me pavarësinë e vendit të tij dhe për çka kishte punuar edhe aq shumë e kishte dashur atë. Fati ka dashur që lufta e Adem Demaçit për t'i mbrojtur të drejtat më elementare të shqiptarëve të Kosovës të qëndrojë mbi 28 vite në burg të rënd. 28 vjet të qëndrojë në këmbë, ai u shndrua në simbol shpirtëror të rezistencës kombëtare dhe asnjëherë nuk ishte urrëtie kundër popullit sundues apo kundër politikës sunduese. 28 vjet burg i mbajti me dinjitet dhe më në fund një popull i tërë doli triumfues. Parlamenti Evropian, Adem Demaçin e shpërbleu me çmimin Saharov në vitin 1991. Demaçi është pasardhës i figurave eminente dhe të jashtëzakonshme si Nelson Mandela, Dubčeku dhe Aung Suu Kyi. Çmimi Saharov e kristalizon respektin dhe admirimin për këtë njerëz që ka një shpirt të jashtëzakonshëm pacifik, por në thellësi të shpirtit të tij e ka zbatimin e drejtësisë, i cili njeri është një krijues, ai është një shkrimtar. Adem Demaçi në moshën 25 vjeçare ka shkruar romanin Gjarprind të Gjakut, i cili konsiderohet edhe romani i parë kosovar. Gjarprind të Gjakut është një titull shumë i bukur. Po, gjaku i cili gjarpron në trup ka rrezik që nga kapshima e gjarprit helmoj trupin ton. Njeri i madh është ai i cili eviton rrezikun tragjik dhe arrin që me çmimin e sakrificës gati një jetë të tërë të tij personale të mbajë shumë lart krenarin, dinjitetin dhe të jetë njeri komplet me të gjitha cilësitë. Por i kthehem përsëri tek René Char, i cili thoshte se poeti është një njeri që i kundërshton gjërat e mbështjellura e jo të sigurta dhe për të strategët janë plaga e kësaj bote që kundërmojnë. Pika bazë strategjike e politikanit Adem Demaçi është vendosmëria dhe dëshira për të qëndruar besnik dhe krenar në vijën e tij kombëtare. E falenderoj shkrimtarin Reshat Sahita, i cili vitin e kaluar më njoftoi me këtë njeri të jashtëzakonshëm, Adem Demaçin. Unë, si kryetari i Asociacionit Internacional, jam shumë i lumtur dhe kam nderin të përshëndes Adem Demaçin në emër të Anglisë, nga Helen Stafford, në emër të Rusisë, nga Ala Polosina, në emër të Spanjës, nga Theo Sons dhe në emër të Francës, që kësaj radhe jemi disa përfaqësues. Po, i nderuari Adem Demaçi, ne u ashtrim dorën e ngrohtë adhuruese dhe miqësore, thot ai. Faleminderit shumë. Adem Demaçi mes luftës dhe paqes është tema që do ta elaboroj shkurtimisht profesor doktor Begzat Baliu, i cili është njëri ndër studiuesit e rrallë në trojet shqiptare. Urdhroni, profesor. Të nderuar zonja dhe zotëri, i dashur ambasade, me që nuk u përmend emri këtu, le të thuhet që një nga përshëndetjet që bën kolegu ynë nga Franca është edhe nga Dino Kupatis, shkrimtar nga Greqia, përshëndetje edhe për shkrimtarin dhe studiusin nga Greqia. Në historinë e popullit shqiptar ka shumë personalitete me veprimtari të shumanshme historike, letrare, politike, por jo të gjithë dominuar në radhë të parë me prirje adhetare, profesionale e mendore të tyre. Po të shihet me kujdes vetëm historia e gjysmës së dytë të shekullit 20, nuk është vështirë të vërehet se si personalitete më ndikim në jetën shqiptare kanë përshtrirë ndikimin e tyre edhe përmes një fushë të dytë a të tretë. Adem Demaçi është njëri prej shembujve të veçantë në këtë periudhë, së paku për 3 arsye. E para, ai ishte i burgosur politik në ish Jugosllavi, por jo disident i formatit të burgosurve politik të popujve të tjerë. E dyta, ai ishte veprimtar politik që drejtonte një organizatë ilegale, por për masa e veprimit të tij në çarqet politike zyrtare dhe në rrethet ilegale të lëvizjes shqiptare reflektonte atë para se gjithash simbol të ilegales shqiptare. Dhe e treta, ai ishte njëri kryengritës me prirje të veçantë letrare,
që rezultonte me frymën më shumë se sa me mesazhe. Në rrethonat e sotme, biografia historike e Adem Demaçit shihet më shumë në shumë aspekte dhe paradigma e saj shkon nga ideologjia te historia, nga tradicionalja dhe etnografia te prejardhja sociale dhe nga kujtesa historike te synimet e saj. Mendojmë se arsyeja e paraqitjes koherente të frymës së tij në jetën shqiptare, pavarësisht rrethonave të reja të krijuara brenda të njëjtit sistem politik apo në kontekst të ndryshimeve në strategjinë planetare, qëndron te mosprania e dogmatizmit politik dhe ideologjik në sjelljen dhe konceptet e tij, të cilat mund të përvijohen edhe kronologjikisht. E para, ai synimet e tij mbështeste paraprakisht në shtetin nam, pavarësisht sistemit politik në të cilin udhëhiqej atje, në kohën që shumica e individëve dhe grupeve politike në diasporën shqiptare veprimtarinë e tyre e lidhin paraprakisht me luftën kundër sistemit komunist, si sistem planetar. Dhe e dyta, në kohën kur marrëdhëniet shqiptaro-sovjetike ishin në kurrë të zhvillimit miqësor, ai nuk përjashtonte ndikimin e perëndimit në zgjedhjen e çështjes shqiptare e sidomos të shqiptarëve në ish Jugosllavi. Në këtë rrjedhë është për të diskutuar dhe vlerësuar mënyrën se si e barti dhe mbijetoi fryma e Adem Demaçit, përkatësisht Kurti Liridashës dhe kryengritës i tij dekada me radhë. Ndërsa programi i organizatës së tij nuk është ndonjë traktat më i veçantë prej programeve politike të organizatave të tjera ilegale të kohës, ndërsa vetë Adem Demaçi nuk ka shuar ndonjë manifest politik, intelektual apo krijues, i cili do të reflektonte drejt për drejt në jetën politike, intelektuale dhe krijuese, çfarë kanë shkruar shumë disidentë apo luftëtarë për shërimin e kombeve të tyre nga diktatura politike apo kolonizimi i shekullit 20. Adem Demaçi, student shembullor në letërsinë botërore, gazetari i përkushtuar dhe prozatori i talentuar, nuk i mungonte talenti për traktate të tilla me karakter filozofik, politik apo edhe letrar. Adem Demaçi nuk ishte i pranishëm politikisht në zhvillimet e viteve 50, apo veprimtar në mesin e ndonjë grupi, si ai grupi të intelektualëve të Prishtinës që do të dënohet atkohë. Megjithatë, dëshmitarët e tij të dënimit të parë deklarojnë se, citoj, Demaçi shkruan shumë bukur si shkrimtar dhe përmes veprave të tij alegorike e shpreh atë që mendon dhe në këtë mënyrë ai përcjell ato popullit. Dhe, citoj përsëri, në mesin e shkrimtarëve shqiptar të Kosovës konsiderohet si shkrimtari më i mirë dhe më i talentuar. Fundi citatit. Prandaj, duket qartë se fryma e tij, përkatësisht kulti i tij prej shkrimtari dhe madje intelektuali, që herët ishte formuar dhe kishte ndikim të madh në mesin e bashkosëve. Ndonë se gjatë viteve 60 po e mbante burgun e dytë dhe nuk ishte i pranishëm drejt për drejt në zhvillimet politike, prania e kultit të emrit dhe të frymës së tij në rrjedhat e kohës, menjëherë pas rënies së autokracisë pushtetore rankoviçiste dhe sidomos pas demonstratave të vitit 1968, ishte i madh. Sigur e ka theksuar disa herë dhe vetë Basadem, nuk ishte pasur ndonjë veprimtari të madhe dhe të rëndësishme gjatë fillimit të viteve 70, por dënohet disa vjet para demonstratave të pranverës së vitit 1981. E megjithatë, ndikimi i tij në zhvillimet politike të kohës bëhet objekt diskutimi edhe në lëvizjen ilegale, edhe në strukturat politike shtetërore të kohës, duke e shquar vazhdimisht atë si faktor dhe bartës të frymës adhetare. Ai në të vërtetë nuk i arriti të bëhej bartës së ndonjë partie me ndikim në jetën politike të kohës edhe në vitet 90. Sikur shprehi, citoj, kishte dalë nga burgu personal dhe po jetonte në burgun kolektiv. Por në të njëjtën kohë bëhet bartës i disa projekteve dhe ideve për lëvizjen shërimtare deri te përfaqësuesi legal i ushtrisë shërimtare të Kosovës në mes të Prishtinës. Pavarësisht nga qëndrimi i tij të shfaqura në dukje të parë, prania e frymës së tij rrezaton në të gjitha veprimet dhe vendimet e mëdha, qofshin ato me karakter kombëtar apo ndërkombëtar. Si të shpjegohet në këtë rast prania e kultit të frymës së tij në të gjitha këto procese gjysmë shekullore? Sigurisht, me fakti se në programin e tij politik nuk e përjashtonte asnjë formë të luftës për shërim dhe bashkim kombëtar, e megjithatë, në të gjitha kohët ai e dominon atë me humanizëm e pashtershëm. Me humanizmin e tij, ai i sfidoi të gjithë, madje edhe atëherë kur u keq kuptua. Kur të gjithë prisnin prej tij që të paralajmëronte një luftë revolucionare, ai në nga burgjet serbe paralajmëronte një mision afatgjatë historik
kundër Jugosllavisë së mbështetur nga lindja dhe perëndimi. Kur të gjithë prisnin prej tij që të kundërshtonte Jugosllavinë si shtet dhe si përbërje etnike, duke e përfaqësuar individin që nuk po lufton për demokracinë jugoslave, po për lirinë e popullit të vet, ai përfaqëson mendimin e disidencës jugoslave për lirinë dhe shërimin e të gjithë popujve. E pastrojnjes së sistemit komunist, edhe pastrojnjes së sistemit komunist dhe madje fillimit të shpërbërjes së ish Jugosllavisë, kur të gjithë prisnin për tij që të niste në një fushat kundër populizmit serb, ai identifikon atë si vëllezër në misionin e përbashkët. Dhe kur Serbia merr shtyrjen e fundit ndërkombëtare, kur prej Demaçit dikush priste hakmarrjen e fundit kundër atij sistemi dhe atij populli që kishte mbajtur 3 dekada në burgje, ai u bë fryme e humanizmit dhe lirisë së Kosovës, përfaqësues i zyrës së UÇK-s në të cilën bashkoheshin kërkesat e luftëtarëve të lirisë, ndërmjetësit e diplomacisë ndërkombëtare dhe madje kërkesat e lehta të qytetarëve serb. Frymen e tij humaniste prej misionari Adem Demaçi reflektoi kudo, si veprimtar i përditshëm në rrugët e Prishtinës, kur të gjithë prisnin vetëm plumba ushtarësh serb dhe raketa ushtarake të NATO-s, si shprehje komunikimi në rrugë, në televizion, para mediave të huaja të tjera, dhe si rrezatim vetjak, performancë. Është kjo edhe një prej arsyeve pse kulti i frymës së tij mes luftës dhe paqes, jo vetëm nuk u zbe, por ishte dhe mbeti i qëndrueshëm gjatë të gjitha dekadave të veprimtarisë së tij jetësore dhe kulturore e letrare. Do të donim që këtë ndikim të mos e quajmë të rastit, qoftë edhe duke e mbështetur në një vetmin fakt, në dëshminë gjyqësore të njërit prej shkrimtarëve të viteve të 50, i cili vesh të tjera theksonte. Në thojza, ai, Demaçi pra, mendonte që trupi udhëheqës i organizatës duhet të jetë nga shkrimtarët. E kjo do të thotë nga njëri prej përbërësve esencial që përgjithsisht e përshkon krijimtarinë letrare e shpirtërore të krijuesit, kulti i mendimit, kulti i mendimtarit, në të vërtetë kulti i frymës së tij. Faleminderit ambasador. Faleminderit juve profesor. Tani dëshiroj t'ua prezantoj një kritike të njohur nga Anglia, Helen Stafford, që ka ardhur në Prishtinë për të nderuar figurën e nderit kombit Adem Demaçi me një poezi kushtuar special bazës Adem. Dëgjojeni. Sepse poezia tingëllon më së bukuri në gjuhën që është shkruar. In honor of Adem Demaçi, a man stands there. Let the wings of the archangel and the wings of the eagle lift in one beat above the chasm, the endless years, the twisted bars of solitude. Let the mountains and the wind that feed the fire open a way for the one who is near, for the one who is brave, for the one who walked the long road to freedom. In the heart of Pristina beats another heart amongst the throngs of the strong. From his opening fist, the petaled song takes flight, soars in the endless sky, blood now flowering in new patterns, no longer serpents of hatred, but supple, tender tendrils. And the forest echoes with the laughter of children, with the high notes of the flute, from dusk till dawn. A man stands there. In his hands are gathered the crimson past and the rainbow future of a nation. Faleminderit, Helen. Faleminderit shumë, Helen. Thank you very much. Duke të trajtuar si engjëll Adem, edhe Helena solli një poezi të mrekullueshme përpara të gjithë neve. Tani jemi afruar pikës më të prekshme të këtij programi, momentit kur secili krijues, secili veprimtar dhe çdo njeri i cili vepron, punon dhe kontribon për një çështje duhet dhe të shpërblehet. Sot, Unioni i Shkrimtarëve dhe i kritikëve shqiptar do ta shpërblejë me një mirënjohje nderin e kombit Adem Demaçin.
Dëshiroj të theksoj se kjo mirënjohje është punuar në argjend nga Argjentaria Finesa në Prishtinë. Dhe për t'ia dhënë këtë mirënjohje zotit Adem Demaçi, e ftoj përpara jush zonjën Behare Rexhepi, e cila jo vetëm tani, por edhe më parë ishte për krah me Bacën Adem, dhe lobuse ndërkryesore që Baca të fitonte çmimin Saharov nga Parlamenti Evropian më 5 dhjetor vitit 1991. Urdhroni zonja Rexhepi. Kam nderin që sot me 80 vjetorin e lindjes së simbolit të rezistencës kombëtare, fituesin e çmimit Sakharov, romansierin e parë në Kosovë, nderit e kombit zotni Adem Demaçi. Që të jem gjithnjë pranti në rrugët shumë të vështira të lirisë. Në kohën e sistemit okupues, emri Adem Demaçit ishte shkëndija e lirisë, që futej në zemrat e secilit shqiptar liridashës. Aso kohë dëgjoj vetëm emri Adem Demaçit dhe romanit të tij Gjarpënjit e Gjakut, dhe askush nuk kishte asnjë fotografi të vetme, sepse dhe fotografia e Adem Demaçit ishte rrepsisht e ndaluar. E populli në mendjen e tij, në imagjinatën e tij, e kishte krijuar imazhin se si dukej Adem Demaçi. Kur Adem Demaçi po i mbushte gati 29 vite burg të rënd, aq sa i ishte i dënuar, sistemi të asaj kohe ju dukën pak, dhe madje nuk i afali asnjë ditë të vetme. Në Prishtinë e pritën qindra mijëra shqiptar të gëzuar që më në fund Adem Demaçi u lirua dhe do të jep kontributin e tij për çlirimin e Kosovës. Asë kohë duke qenë aktive në Parlamentin Evropian, mbi aprovimin e shumë rezolutave në favor të Kosovës, mbi dramën dhe situatën e tendosur në trojet tona, i pari ishte zotëri Jan Pierre Fournier, një zyrtar francez në Parlamentin Evropian, i cili na dha idenë që të konkuronim me Adem Demaçin për çmimin Saharov. Për këtë ekspedit një vjeçare që Adem Demaçi të shpalli fituesi çmimit Saharov, na ndihmuan dhe kontribuan shumë personalitete evropiane që sot do të ishte mëkat të mos u përmendi emrat e disa prej tyre, si Jean-Pierre Fournier, Nicole Peri, nënkryetare e Parlamentit Evropian, Nicole Fontaine, nënkryetare e Parlamentit Evropian, deputeti Otto van Habsburg nga dinastia e Habsburgëve, europarlamentarja dhe zonja e çmuar Doris Pack, eurodeputeti Vanden Merlenbroek, Moira McCormack, Catherine Valin e të tjerë. Kryesia e Unionit të Shkrimtarëve dhe të Kritikëve Shqiptar, që është antari i rrjetit botëror të shkrimtarëve dhe kritikëve, unanimisht ka vendosur që këtë vit Adem Demaçin ta ndoroj me një mirënjohje për veprimtari jetësore. Ftoj derin e kombit shqiptar Adem Demaçi të pranoj këtë shpërblim që jepet nga shpirti e zemra e çdo shqiptari liridashës, si dhe nga vetë unë personalisht. Duaj që duartrokitja të vazhdojë dhe të mos ndalet, sepse ky ka qenë çmimi për veprimtari jetësore, për nderin e kombit Adem Demaçi. Të paqim me jetë, me shëndet Bac. Këtu edhe po e shpall të mbyllur këtë ceremoni të organizuar nga Unioni i Shkrimtarëve dhe i Kritikëve Shqiptar, duke ju falenderuar për pjesëmarrjen tuaj. Ju ftoj gjithashtu që të shihoni edhe ekspozitën që është hapur tek holli i bibliotekës. Faleminderit nga zemra për kohën. Gjithë mira dhe miru takofshim.